Kam rritur 10 fëmijë, 5 djem me 5 vajza. I kam rritur me thonjë, me bukë e krip, me këmbët e vrara nga gurët e fshatit. Sot, po t'i numroj karriget rreth kësaj tavoline, janë të gjitha bosh. Vetëm unë dhe sahati në mur, që numron minutat që nuk thehen më. Nuk e mbaj mend kur kam fjetur 8 orë rresht. Mbaj mend vetëm si u lanim këmbët me ujë të ngrohtë kur ktheheshin nga shkolla, se rruga ishte e gjatë e më baltë. Mbaj mend si e ndaja një kokër moll në 10 pjesë. Vet haja vetëm lëkurën, e u thosha, hajeni, se mami nuk ka uri. Gënjeja, kisha uri, po më ngopte gëzimi i tyre. Shitëm gjithçka që kishim që djem të shkonin në qytet. Thoni me burrin, le të digjemi ne, mjafton që ata të bëhen njerëz. Dhe u bën zotërinj, u bën me shkolla, u bën me emër. Pastaj erdhi koha e ikjes. Njëri në Greqi, tjetri në Itali, pastaj në Angli. Mu mbush shtëpia me valixhe dhe mos braz shpirti. Në fillim më thoshin, nën, do vim shpejt, do të marrim me vete. Po jeta atje i hëngri koha, i hëngri puna, i hëngri harresa. Kanë krijuar familjet e tyre. Unë nuk i gjykoj, po ambaron puna aq shumë sa mos të kesh 2 minuta për nënën? Nganjëherë e mbaj telefonin në dorë e them, mbase është prishur, prandaj nuk bie. Po telefoni punon. Janë zemrat që janë ftohur. E biri iku, ai nuk iku me zhurmë, iku ashtu siç jetoi, në heshtje. Ishte dimër, një nga ata dimrat që t'i ngrin kockat. Ai rinte këtu, në këtë karrige ku jam unë sot. Syt i mbante nga dera, jo se priste mysafir, po priste që ajo derë të hapeje të hynte njëri nga ju. Do vim për fest, thoshte me vete, po telefoni vetëm heshte mbi tavolinë. E hëngri lëngata, po më shumë e hëngri malli. Ditën e fundit ma shtrëngoi dorën fort, aq fort sa mu duk se donte të malinte gjithë fuqinë që i kishte mbetur. Më tha, mos u bëj barë moj grua, ata kanë jetën e tyre atje në botë të huaj. Ne këtu kemi muret, kemi njëri tjetrin. Dhe mbylli syt. Pa u ankuar, pa thënë as ah. Tani, sa her hapa të sirtare shoh ato letra që dërgoni ju, mua më duken si gjethe vjeshta. Janë të ftohta, nuk e blejnë dot kas zërin e ti, as kohën që humbi. Më mbeti vetëm kjo fotografi. Këtu është ende i ri, ende pret që t'i thoni, baba, unë e shoh çdo ditë, i flas si kur është gjallë, se muret e kësaj shtëpie vetëm emrin e tij din të thonë. Më dërgojnë para, nën blej laçe, nën blej ushqime, po a han parat? A të ngrohin parat natën kur të dhembin kockat e s'ke këtë thrasësh për një gotë ujë? Isha e sëmur muajin e kaluar. Erdhi fqinja, jo fëmia im. Ata nuk e dinin, nuk ua thash, nuk doja t'u prishja qefin në përbot. Po natën, kur jam vetëm, i shoh fotografitë e tyre, e u flas si kur i kam këtu. Më falni u them, që jam akoma gjallë, po ju bëhem merak. Por unë jam nën, dhe nëna nuk mallkon. Unë i kam falur që kur i kam lindur. Nëse dikush prej tyre po më dëgjon, mos u ndiheni keq. Unë jam mirë, po mos harroni një gjë. Koha ikën si era. Nesër do jeni ju në vendin tim. Mos i lini fëmijët tuaj të mësojnë harresën, se harresa do ju vrasë edhe juve. Kjo ishte historia e Nailes, por mund të jetë historia e nënës sate, e komshije sate, ose e jotja pas 30 vitesh. Drita jeshile e kësaj historie është te ti. Sa herë që viziton një prind, sa herë që i telefonon, ti po shëron një plag të madhe të kësaj shoqërie. Mos lejo që 10 djepat të përfundojnë në 10 dhoma të zbrasta. Bëje telefonatën sot, shko puthu dorën nesër. Dashuria është e vetmja pronë që na mbetet në fund.